ky dhe flasim për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në Ferizaj, atje ku është shënuar një rast i rënd me pasojë thella emocionale dhe sociale, dhe krejt kjo pra është raportuar në komunën e Ferizaj, atje ku një vajzë e mitur ka denoncuar se është ngacmuar seksualisht në mënyrë të vazhdueshme nga babai i saj, dhe kjo në fakt për një periudhë të gjatë kohore. Por cilat janë detajet e këtij rasti të rënd, flasim bashkë me gazetarin Faton Mehmeti. Kënaqësi të kemi këtu. Faleminderit Faton. Çfarë ka ndodhur në realitet? Po, si që thatë jo, pra rasti ka ndodhur pra në komunën e Ferizajt, po një vajzë e mitur e ka denoncu zbashku me nënën e saj, e ka denoncu babojnë i cili ka abuzuar për më shumë se një viti. Po rasti ka ndodhur, është një histori mbrapa asaj, si ka fillu zanafila deri sa ka orë këto, se vajza e kishte mboshtur të fshehur rastin edhe nga nëna e saj, se rastilla zakonisht mbahen të fshehura edhe për shkak të frikës së fëmijëve. Por vajza e kishte njoftu nënën se është njoftuar me një djalë dhe i kishte thënë se dëshirojnë që lidhjen e tyre ta vazhdojnë me një hap tjetër. Dhe nëna e ka marrë guximin për me i tregu babait. Dhe në momentin kur i ka thënë që vajza e tyre është njoftuar me një djalë, aty ka plas sherrri, sepse babai është sipas informacioneve pra, në momentin kur e ka marrë informacionin babai që vajza e vet pra është njoftuar me një djalë, ka shfosh një lloj xhelozie të tepërt. Dhe në atë përmos në vend se të gëzohej, ai dhe nëna e vajzës do thotë e befasuar nga sjellja e tij, nuk ka ditur si të veprej dhe i ka thënë se çfarë po ndodh. Dhe vajza i ka thënë që sigurisht është bërë xheloz se po ka abuzuar me mua për një kohë gjatë. Dhe këtu është momenti kur nëna është tronditur, edhe baboj ka filluar edhe dhunën ndaj vajzës dhe nënës dhe ka njoftu organet e policisë, të cilat kanë shkuar pastaj. Po bëhet fjalë për një periudhë prej më shumë se një vit. Si është e mundur që nëna nuk ka qenë fare në dieni të këtij keqtrajtimi? Ka raste të tilla janë shumë. Zakonisht rastet e tilla mbahen të fshehura për shkak të frikës së vajzës që kanë ndaj prindit, për shkak të varësisë ekonomike, dhe faktori tjetër është kryesisht fajtori i turpit, pra vajzat nga një lloj turpi që ndjejnë edhe pse nuk do duhet ndjeshin për shkak se ato janë të abuzuara, pak a shumë i mbajnë të fshehura këto raste. Raste të tilla kem pas shumë, një kujtoj një prej rasteve që kanë ndodhur që në Kosovë është bërë bomë në atë kohë, është rastin vitit 2019, ku një vajzë nga Drenasi, 16 vjeçare, fillimisht ishte abuzuar nga profesori i saj. Në momentin kur ka shku ta njoftoj rastin në polici, zyrtari policori kishte abuzuar me të. Pastaj kur ka shku te avokati, edhe avokati kishte abuzuar me të. Pra, rastet e tilla kemë, dhe rasti në Kosovë që konsiderohet mosha më e vogël e abuzimit me një fëmijë është mosha 3 vjeçare, që ka ndodhur para një kohe. Derisa në moshën 6 vjeçare kemë një rast viti 2019 ku në Prishtinë, pra një vajzë 6 vjeçare nuk ishte ndjerë mirë dhe kur ka shku në qendrën e mjekësisë familjare atje, pra kanë bërë disa analiza dhe kanë kuptuar që vajza ishte abuzuar. 6 vjeçare? 6 vjeçare. Dhe kjo vajza edhe që është akoma dhe më tragjike është se vajza kishte pasur një motër të martuar dhe i kanë njoftuar motrën. Jo për një rast tjetër, për rastin tjetër. Dhe kur e kanë njoftuar dhe motra që ishte martuar, i ka thënë që dhune kur kam qenë e vogël jam abuzuar nga babai. Dhe të dyat e ka denoncuar. Mirë, po për rastin fjalë, personi është babai, pra sillet dikun rreth moshës, sipas informacioneve rreth moshës 50 vjeçare, ndërsa vajza është 15-16 vjeçare. Pa fëmijë të tjerë kishe familja? Nuk kanë dhënë informacionet e tjera, unë kam kontaktuar edhe zyrtarët policor, mirë po të cilat për shkak të hetimeve i kanë mbajtur, për shkak të edhe për trujtur, anën e djalë është dërguar në mbajtje dhe me urdhër të prokurorit po zhvillohen hetimet. Pra 40 tetor ka qenë masa e paraprimit. Po do thotë sot përfundon 40 tetor dhe pritet që personin fjalë pra t'i vazhdohet edhe për një muaj të tjerë para burgimit në mënyrë që të bën hetime, sepse duhet bën hetime, vajza duhet të shkojë edhe tek mjeku për të bërë hetimet e nevojshme për të marrë edhe si thua për të pas prova për ta dëshmuar, sepse babai në momentin kur është arrestuar e ka mohuar një gjë të tillë. Mirë, po një informacion tjetër që në momentin kur e kam postuar në këtë rast Facebook kanë ardhur informacion që ende nuk kam arritur ta konfirmoj që edhe para 4 ditë ka ndodhur një rast edhe në Pejë, më kanë thënë një person i besuar, mirë po që nuk kam arritur ta konfirmoj rastin e tillë. Personi i cili e ka marrë vetë në pyetje personin më ka thënë që ka ndodhur, mirë po çuditërisht nuk është bërë publike. Kam insistuar për të marrë informacione, deri më tash nuk kam informacione
të besuara zyrtare dhe megjithatë faton për shkak të lidhjes familjare, pra baba, vajzë, natyrisht është edhe vështirë për ta hetuar, për ta verifikuar, a mund të ketë qenë kjo një akmarrje nga vajza, hipotetikisht po pyesën, natyrisht urojmë të mos jetë kështu. Si do të verifikohet kjo? Se unë shoh se në përshkrimin e kësaj situate thuhet se ka pasur presion, ka pasur një farë shantazhi, që në fakt, në farë formë, presionin e bëjnë gjithë prindrit. Në kuptimin pozitiv fjales. Po e krahasoj me rastin, por gjithë prindrit dikur bëjnë një farë kërcënimi ndaj prindëve, ndaj fëmijëve të tyre, se do ta minimizojnë një dëshirë të tyre, se t'ja japin një privilegj. Si do të verifikohet kjo? Kjo do të verifikohet në bazë të analizave që do të bënë nga organet e mjekësisë. Pra organet e mjekësisë do të marrin edhe do të ashojnë edhe a ka pos shenja të dhunës psikologjike, a ka pos, edhe nëna gjithashtu do të merret se me drejtë të theti, se a ka pos ndonjë njohuri për situatën, nëse është shehur. Edhe nëse nuk ka pos njohuri, s'poku a ka mund të vërej elementet që kanë mund të qojnë në një sto t'il. Sepse në raste t'ila, zakonisht dhe nëna vrejnë diçka që nuk është mirë. Pra, raporti i vajzës me prindin në kuptohet. Nëna mund të kuptoj se çfarë raporti mund të kenë pasur. Dhe mund të kuptohet kur ky raport te kalon më tepër raportin babë dhe vajzë, në këtë rast. Dhe nëse vërtetohet kjo, çfarë rrezikon personi? Rrezikon s'poku 10 vjet burg. Minimumi rrezikon 10 vite burg, edhe vajza do të ketë gjithashtu për një periudhë të gjatë kohore do të ketë trajtim nga organet psikologjike, pra do të ketë një trajtim për të orën vete, sepse këto janë traumat që vështirë një fëmijë të kaloj tërë jetën, nëse gjithmonë, nëse rasti është i vërtetë mirë, po nga rastet që kam pasur unë dhe nga përvoja ime, asnjëherë po thuaj se nuk po tham asnjëherë mirë, po shumë janë raste të rralla kur këto dalin të pavërteta. Fatkeqësisht gjithmonë raste të tilla 90% dalin që vërtet kanë qenë raste të vërteta. Kështu që unë nuk e besoj që në këtë rast vajza ka mundur të shpik diçka aq të rënd për babajnë e saj, ka mund të thotë që e ka rrahur ose e ka kërcënuar ose diçka tjetër, mirë po abuzimi seksual është vërtet i rënd. Edhe për vetë vajzën do të ishte e rënd. Vetëm prind nuk është ai person që e bën këtë gjë, por si është raporti mes çiftit, mes burrit dhe gruas në rast? Është tetuar kjo? Ka informacione? Sipas informacioneve, baboj përgjithësi ka qenë një njeri ka qenë i dhunshëm, përgjithësi ka qenë i dhunshëm edhe me fëmijët, po edhe me gruan. Pra sipas informacione, pra mirë, por përderisa nuk ka në polici asnjëherë ndonjë kallëzim nga gruaja në këtë rast, i bie që të mos kenë pas telashe, s'poku jo zyrtarisht, ndërsa kanë mund të ketë besoj që kanë pasur, si thuash, si çdo qep që mund të ketë ndonjë, si thuash, probleme të tyre të brendshme, mirë po zyrtarisht nuk ka pas. Asnjëherë personin fjalë nuk ishte kallëzuar në polici nga gruaja e tij. Asnjëherë s'poku zyrtarisht nuk ka pas ndonjë rast të hetimit për shkak të dhunës që ka mund të ketë dhunës psikologjike ose fizike ndaj gruas. S'poku nuk kem pa, policia nuk ka thënë që nuk ka raste të tilla, pra nuk është raportuar asnjëherë. Deri në këtë moment nuk e dim. Nuk e dim. Natyrisht. Mirë, do të jemi në kontakt, Fatan? Mirë po, personin fjalë tu që ka qenë i dhunshëm, sipas dhe ai e ka pranuar në organet e policisë që nuk e kanë bërë, thjesht e ka mohu në mënyrë kategorike një gjë të tillë, duke thënë që kjo është thjesht një shpifje e vajzës në mënyrë që për ta lejuar që të shkojë me personin për cilin ai kishte thënë që në fakt është e drejtë e saj që të shkojë me personin. Po, mirë po kjo e ka nxjerrë si argument refuzimin e tij. Pra, refuzimi i tij gjëja që është bërë si pretekst që vajza ta ndërtoi këtë narracion që në mënyrë që babaj të jetë prapra grilav dhe kjo të jetë më e lirë për ta bërë atë që ka synuar të bëj. Mirë po mbetet hetimi në vazhdim për të nxjerrë të vërtetën dhe për të kuptuar se cili në vërtet po gënjen këto. E vërtet. Mirë, Fatan, faleminderit që ishe sot këtu për të na përditësuar në këtë rast dhe natyrisht urojmë shumë që drejtësia ta bëj punën e saj dhe të konfirmohet gjithçka. Që falem në këtë moment, që natyrisht ne falem dhe kemi prekur në çështje dhe mbi bazat të dyshuarve. Shifrat janë alarmante në kuptimin që brenda një viti, sipas statistikave në Kosovë, të kalon numrin e 100 të abuzimeve që bën me fëmijë në forma të ndryshme, jo vetëm seksualisht, mirë po fizikisht edhe në forma ndryshme. Pra, prindrit këtu?
edhe prindrit, një pjesë të madhe të prindërve, mirë po jo vetëm prindrit, mirë po mund të ketë edhe nga njerëz të tjerë, mirë po një pjesë e madhe që janë incest. Paton, faleminderit edhe një herë. Shkputemi me një blok publicitar për të kthyer e folur për një panel ndërkombëtar për Izraelin në fakt, ku në ndër tjera Izraeli vetëm ka marrë ftesë për këtë, që ka quar në një farë revoltimi. Pra paneli bëhet për Gazën, ndërkohë që është Shqipëria që ka marrë ftesë dhe po përmendet shuma për $1 miliard.